emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma, kudo që na ndiqni të nderuar shikues. Një zbulim ta them, domethënës u bë publik dje kur FBI konfirmoi përmes zbulimit që bëri në mbetet e ADN-s se sulmues në kanalet e Iber Lepencit në Varag ishin po ata që ishin pjesëtar të autoriteteve ushtarake të Serbisë të lidhura direkt që bëjnë dhe shtetin serb me këtë sulm. Prokuroria e shtetit tashmë veç ka të konfirmuar këtë akuzën për 3 persona, disa zhvillime tjera të rëndësishme që lidhen me veriun e Kosovës, ku po i referohemi zhvillimin atje pas transferimit demokratik të pushtetit, kryetarët e sapo zgjedhur nga lista serbe kanë filluar të ngrehin të kryengritën, nëse mund ta them ashtu, me heroizmin e tyre kësaj radhe serb, duke hequr lëvizur simbolet atje dy ish kryetarët e komunave të Leposavicit dhe të Zubin Potokut, ish kryetari shqiptar, kanë denoncuar problemet që janë atje. Kanë ftuar për analistin Afrim Kasolli, faleminderit për kohën. Plasirit. Një, çfarë ta them, dëshmi që erdhi nga FBI e gozhdon direkt Serbinë sa ajo pati dorë në sulmin mbi kanalet e Iber Lepencit në vendin e quajtur Varag. Një shësim jashtëzakonshëm Kasolli, të cilën e kishte ngritur Republika e Kosovës, prokuroria e shtetit, por edhe ata në politikë. Si cilësoni këtë zhvillim? Por në një farë mënyrë tash jo që t'i japim vetit sa si cilësi profetike që e kemi ditur që por praktikisht dyshimet e para kanë qenë që shteti serb, strukturat e saj të sigurisë pashmangshëm kanë qenë të involvuara në këto veprime destruktive ndaj shtetit të Kosovës, sënimit të sovranitetit e të integritetit territorial të saj, pas asaj që kishte ndodhur në pas sulmit në Banjës në shtator, do thotë prite që do të kishte operacione të këtilla, mirë po në rastin konkret në dallim prej sulmit në Banjës ku ishin të ekspozuar drejt për drejt protagonistë të përfshirë madje edhe në skenën politike në Kosovë, në rastin e sulmit në kanalin Iber Lepenc, që ishte bërë në një fshehtësi të plotë, në një sekret të plotë, dhe sulmi mbi infrastrukturën kritike të Republikës Kosovës, nga cilën varen shumë segmente si sistemi i pijes, si sistemi i ujit të pijes, ashtu po ashtu prodhimi energjetik, nga se siç e dim nëpërmjet atij kanali ftohen turbinat e termocentraleve që ndodhen në Obiliq. Ishin imitim tipik i sulmeve mbi infrastrukturën kritike të Rusisë në Ukrainë. Prandaj këtu nuk ishte hapësirë, ishte modeli ishte i njëjtë, nuk ishte shumë hapësirë për ekuivoke, mirë po prokuroria, siç e dim bashkë ne, siç funksionon sistemet demokratike, ajo nuk mund të funksionojë me hamendje, nuk mund të funksionojë me dyshime, me paragjykime, por i duhen prova të mjaftueshme. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme nga ato që lexova shpejt lidhur me akt akuzën që ka ndërtuar prokuroria speciale është por që provat kryesisht janë siguruar në saj të bashkëpunimit të institucioneve juridike të Republikës së Kosovës me agjencitë e zbulimit amerikan. Pra është FBI e cila ka dhënë ndihmën kryesore në këtë drejtim. Kjo edhe në një hetim penal shumë të rëndësishëm dhe kjo është shumë e rëndësishme të potencohet, do thotë kjo është shumë e rëndësishme të thuhet të bëhet të qartë e opinionit publik për shkak sepse kohën e fundit ka ekzistuar si një lloj narracioni politik që të tentohet të krijohet një përshtypje sikur pushteti në Kosovë veç edhe përkundër vullnetit ndërkombëtar po e mbron Republikën e Kosovës përkundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që për të krijuar përfitime në Serbi janë në gjendje ta bëjnë atë me një lloj kompromisi mbi territorin e Republikës së Kosovës. Edhe tash ky në sytë e komunitetit ndërkombëtar, FBI përfshirë dhe pa hetimet e saj mbase nuk ka sepse me testet e ADN-s. Po janë dy ngjarje kryesore. Sa mund ta godas ta them vetëm Kosova, zëri i Kosovës dhe sa je peshë kredibilitet, forcë, argumentin ndërkombëtarisht që Serbia u përfshirë në sulm të modelit rus, infrastrukturën kritike. Kjo rrit e para është shumë e rëndësishme, normal për aspektin ndërkombëtar do të flasim, por kjo është shumë e rëndësishme e para
për zhvillimet e brendshme politike, që të cenohet përpjekja e një narracioni populist që të përfitohet elektoralisht, sikur vetëm pushteti aktual në Kosovë është në mbrojtje të Republikës së Kosovës dhe se madje edhe amerikanët janë duke ushtruar presion mbi Kosovën që të bëjnë shimin në mënyrë që të kënaqet Serbia që ta tërheqin atë Ekziston ky narracion. Ekziston ky narracion, po është evident. Domethënë kjo e para është që të rrëzohet pikërisht kjo përshtypje, që të që Amerika nuk është kundër Kosovës. Që nuk është kundër Kosovës, po ajo ka asistuar në njërin prej hetimeve më të rëndësishme më komplekse për Republikën e Kosovës që drejt për drejt përgjegjëse i bën strukturat e shërbimit serb. Dhe kjo është jo pak e rëndësishme sepse mund përdoret tash si kartë, po ashtu mund përdoret si kartë edhe ndërkombëtarisht, do të shtohet dosja e sulmeve dhe akteve subversive të Serbisë mbi territorin e Kosovës, tashmë edhe me dokumente të konfirmuara, emetime të përfunduara, se të gjitha këto, sikurse në rastin e sulmeve mbi Banjës që ka qenë pamundur që të përballohet ai agresion pa mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar, edhe në këtë rast dëshmohet që përkraja e partnerëve ndërkombëtar mbetet vendimtar dhe sa ata janë në funksion të konsolidimit të mbrojtjes së shtetit të Kosovës dhe se nuk kanë vend interpretime të tilla për nevojat të brendshme elektorale. Në kontekst të këtij reflektimi, këtij observimit që po bën Kasolli për peshën që ka dhe për opinionin e brendshëm, se Amerika nuk është kundër Kosovës, përkundazi po ndihmon institucionet e zbatimit ligjit, që mbi bazën e prova materiale ta kapin secilin që shkel ligjin, po. Edhe unë edhe ti dhe çdo njeri racional, e din që edhe ky hetim kompleks, thuaj se ka qenë pamundur të bëhet pa mbështetjen ekstra profesionale që ka dhënë agjencitë e zbulimit e kundërzbulimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe tashmë faktet janë në tavolinë, shihet qartë që Washingtoni vazhdon të mbetet partneri ynë kryesor në konsolidimin e shtetit të Kosovës dhe se kjo është akuzë drejt për drejt zyrtare mbi shtetin serb. Tashmë akuzë zyrtare mbi shtetin serb. Kryeministrin Detyr Kurthi e ka thënë në një fjalë që ka përfshirë dhe gjithë, në fund fare, këtë në fund të një postimit të djeshëm, ka thënë falenderojmë institucionet e sigurisë, partnerët ndërkombëtar në krye me SHBA-t, institucionet, aktorët tjerë dhe qytetarët për kontributin që po japin, për kontributin që po ofrojnë për një Kosovë gjithnjë më të sigurt, paqësore, më të fuqishme në aspektin ekonomik, ligjor, integrus dhe demokratik. Po ndëgjon, rregull është kjo komunikatë, thotë në fund fare e përshëndet mirë, por ne duhet ta dim pse ka ardhur deri te një ftohje, sepse deri te një ftohje e raporteve. Në fund fare dhe duhet i bëjmë një gjeneralogji pse ka një involvim kaq të rëndësishëm të FBI-t. Unë thash ka struktura të fuqishme të ligjit. Pa ndihmën e cilave ka qenë pamundur të vijë deri tek zbulimi i kësaj të vërtete. Dhe normal unë tash kjo është çësia e tij sepse po tisha unë normal që i pari do ta specifikoja këtë kontribut të jashtëzakonshëm të SHBA-ve sepse mirë po është kjo çësia e tij, por ajo që është prapë thamë e rëndësishme sepse këtu nuk është pyetje vetëm lideri i lëvizjes së vendosjes dhe kryeministri. Këtë farë lloj narracioni që po e shpërhapi në publik është një mashinerie tërë propagandistike, do thotë, është një lloj mashinerie masive që po tentohet të ndikohet opinioni publik që sovranitetin e veri nuk mund të paramendohet vetëm pa kontributin e Albin Kurtit dhe në të njëjtën kohë rezistenca ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe partnerëve evropianë është diçka që ja vlen sepse kjo në fund rezulton me konsolidim të sundimit të ligjit edhe në pjesën veriore dhe këto dhona të fundit që demantojnë këtë narracion dhe tregojnë që nuk mund të ketë tejkalim të problemeve të çfarëdo natyre që ekzistojnë në atë pjesë pa këtë koordinim me partnerët ndërkombëtar. Në fundit mund kujtohet shumë mirë pak ditë pas këtij sulmi, do thotë se tash kryeministri Detyr Albin Kurti tha se unë që nga dita e parë kam ditur që është Serbia, por të tjerët kanë pasur dyshime, tentonte të krijonte një lloj fajësie kështu tek oponentët e tij politik, mirë po në fundit pak ditë pas këtij sulmi ajo mund të verifikohet edhe në arkiva dhe në takime, ndonse së bashku jo veçmas pas 29 nëntorit 2024. Ndonse së bashku jo veçmas kryeministri ka pranuar të takohet me të njëjtin forum me presidentin Aleksandar Vučić. Dhe unë
pa ta thënë atëherë që pikërisht o sjellje politike, kur pas sulmeve të Serbisë, po ndodhin takime të niveleve të këtilla diplomatike, transmetojnë mesazhin që e normalizojnë politikisht agresionin e Serbisë e normalizojnë agresionin e Serbisë mbi Kosovën. Kështu që në këtë drejtim atëherë me që ka pasur informata të sakta, por e ka pritur prokurorin, ka përgjegjësi për atë takim që ka ndodhur. Se shkojnë në takim me Vučićin. Se shkojnë në takim me Vučićin. Kur kishte dyshime informacione se direkt ai është involvuar në sulm terrorist. Këto janë përgjegjësia që duhet jap kryeministri me që ka pas informatat e sakta se kush qëndron brapa këtij ataku, që me një lehtësi të padurueshme ka pranuar të jetë pjesë e një forumi diplomatik të kuptohet të organizuar nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, mirë po megjithatë ka krijuar përshtypjen sikurse çdo gjë është normale, sikurse të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, 6 vendet e Ballkanit Perëndimor që kanë aspirim për të integruar në kuadër të Bashkimit Evropian, kanë raporte, nuk kanë të lashe. Çka flet kjo? Për çfarë rëndësie flet që bashkëpunimi i Kosovës me miqtë tanë, me institucionet specializuar të ndjekjes penale, siç është FBI, një kontributore, jo vetëm FBI, por gjithë investimi, operacionet e ndihmës amerikane në fushën e rëndë të ditën në Kosovë, që 25 vit janë të pallogaritshme, jashtëzakonisht mëdha. Qoftë financiare, qoftë njerëzore e kështu me radhë, edhe në sulmin e Bajskës, sulmin terrorist, e ka thënë edhe në këtë studi, që beson fort objektivisht se edhe hetimet që i ka bërë prokuroria, kanë pasur ndihmën konkrete amerikane për administrim profesional me peshë të prova materiale. Por veç për me përforcu edhe më tepër këtë argument, ne kemi pasur rastin të shohim pamje dhe ngjizime satelitore të ushtrimit të strukturave paramilitare të cilat janë involvuar në sulmin e Banjskës në bazat ushtarake në Serbi. Ne duhet ta themi hapur, ne duhet ta themi hapur dhe qartë, pa equivoke. Në fundit nuk është sepse jemi shtet i ri, nuk është turp nëse nuk i kemi ato kapacitete. Edhe shumë shtete tjera nuk. Edhe shumë shtete nuk i kanë ato kapacitete dhe ne do të mbulimi satelitor të pamjeve të një vendi tjetër. Ajo është evidente. Nga do të kishte siguruar institucionet ligjzbatuese të Kosovës, nga do të kenë siguruar ato prova, po të mos ishin ofruar nga partnerët ndërkombëtar. Ashtu nuk e di specifikisht se cili shtet. A është Britania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, miqtan, kjo nuk është me rëndësi për mua, mirë po që ato prova janë siguruar me ndihmën e partnerëve ndërkombëtar, kjo as nuk dokument dhe janë bërë, mos harro, janë bërë në funksion të krijimit të kredibilitetit politik dhe moral të shtetit të Kosovës përballë Serbisë, në mënyrë që gjithnjë më hapur t'i bëhet publike Serbisë tashmë ne e dim, ne e kemi qartë që gjuha juaj diplomatike do thot para partnerëve ndërkombëtar nuk është ekuivalente me veprimet e tua në terren. Dhe kjo nuk është bërë rastësisht. Dëshmu direkt me pale, involvimi, trajnimi, aftësimi, përgatitja gjithë atij grupit kriminal terrorist që po bëjnë territorin e Serbisë. Pavarësisht, do thotë kjo ka edhe një mesazh se pavarësisht se gjuha tensionuese e kurtit me partnerët ndërkombëtar nuk është më e rrezikshme se sa veprimet e tua sa i përket stabilitetit rajonal. Dhe nuk janë të rastësishme ato prova që janë dhënë Republikës së Kosovës. Ato kanë mundur t'i mbajnë partnerët për veti kanë mundur t'i mbajnë. Mirë po, fakti që mënyra se si krejt operacioni është organizuar, do thotë është kompletuar në tërësi, është një dëshmi e kësaj përkraje ndërkombëtare që Kosova të fitoj kredibilitet morale, politike, diplomatik në raport me Serbinë që të dëshmohet para botës roli destruktiv i këtij shteti në raport me vendet fshinje. Interesante është shumë e peshë për Kosovën politike të sotme të nesërme, kur do që komuniteti ndërkombëtar kërkon vjen të dialog me kë, me dikë që me dikë që në darkë bën plane për të sulmuar, për të goditur arkitekturën e gjithë atij investimit të paqes dhe të sigurisë, jo vetëm në Kosovë, po në gjithë në rajon, një investim perëndimor dhe ditën shkon vajton atje për dialog e viktimizohet. Kjo e sqaron gjithë rolin. Kjo është investimi domethënë që e veçon e Kasolli që bën shëbat me partnerët për të treguar botës edhe direkt Serbisë se jo kjo është fytyra juaj, e vërtet. Vazhdon të mbetet një shtet me sjellje destruktive në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe se përkundër retorikës euro-atlantike formale realisht në praktik vazhdon të ndjek metoda të
putiniste sa i përket cënimit të këtij objektivi, madje jo vetëm në Kosovë, edhe para pak dite unë pash mediumin Evropa e Lirë në gjuhën angleze, do thotë në një hetim të jashtëzakonshëm për që ishte zbuluar një bazë ushtarake ku ishin trajnuar struktura subversive për të intervenuar në zgjedhjet parlamentare në Moldavi në mënyrë që të cënohet kredibiliteti elektoral i atyre zgjedhjeve për shkak të interesave të Rusisë. Pra një lloj bashkëpunimi. Po fakton lidhjet që ka pushtetin Serbia me Rusinë dhe jo vetëm prapë them, jo vetëm që të intervenojë, jo vetëm roli destruktiv në Kosovë, por edhe në vende tjera që të ndiqet agjenda e Kremlinit. Dhe këtë po e bëjnë amerikanët me partner. Absolutisht, sepse këto dëna, unë prapë them, këto dëna zbulime mbrana territorit. Jo, zbulime sepse në fundit mediume si Evropa e Lirë e tjera marrin informata nga burime të sigurta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka diskutim kjo, dhe më pastaj bëjnë publike që t'i treguohet opinionit roli i Serbisë si mishërim i doktrinës putiniste të kaosit. Që ne e dim kush është Serbia, nuk ka asnjë lloj dileme. Dhe ky establishment edhe që ka një trashëgimi nga koha e Miloševićit, ka një strukturë ushtarake, po ashtu të asaj koha të pareformuar ka solli. Një Serbi në ndikimin direkt të Rusisë. Sot po faktohet nga komuniteti ndërkombëtar, nga miqtanë, edhe nga Kosova është në mënyrë të përsëritur, por ka rëndësi shumë se si bota perëndimore është një vend që ka ambicie për mu integru në Bashkimin Evropian, siç është Serbia tazëme, ka të një mendat qasja, po misioni ka uza saj është ta vënë kërcënim gjithë paqen dhe stabilitetin në rajon, investimi gjatë perëndimor. Po ajo rrit që kam thonë disa herë që kam kritikuar qasjen, sidomos të këtij pushteti që denoncimin dhe satanizimin e Serbisë ka shndruar në një kartë thujse të brendshme elektorale për të krijuar një ndarje se vetëm ky pushtet është kundër Serbisë dhe gjithë të tjerët janë në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme instrumente që i shërbejnë kauzës politike të Aleksandr Vučićit. Unë kam insistuar dhe vazhdoj të insistoj që ne asnjë lloj betejë politike me Serbinë nuk mund ta fitojmë vetëm nga brenda. Është iluzion. Vetëm fitoret ndërkombëtare të Kosovës në raport me Serbinë krijojnë fitore edhe për shtetin e Kosovës. Ajo që e thatë edhe ju dhe që e kemi përsëritur bashkërisht në disa diskutime është nonsens logjik që tentohet që të binden gazetarët. Nëse që kam parë kryeministrin disa herë që thotë gazetarëve dhe ju bëheni me agjendën time kundër Serbisë, që tentohen binden gazetarët edhe opinionin mbi rolin e Serbisë. Sepse ne gjithë kemi përjetuar mbi lëkurën tonë, gjithë kemi kujtime 100 vjeçare për atë që ka ushtruar Serbia mbi shqiptarët e Kosovës. Për ashtu gjeneratat e reja ne madje jemi edhe dëshmitari përpjekjes për zgjidhje finale të çështjes shqiptare në Kosovë nga regjimi genocidial i Miloševićit. Dhe ajo betejë kur është fituar? Ajo betejë është fituar, do thotë, kur kemi arritur ta bindim bashkësinë ndërkombëtare. Dhe këtu ka pasur në vërejtjet e vazhdueshme mbi dështimin diplomatik të shtetit të Kosovës, që atë që duhet ta fitojnë ndërkombëtarisht e ka shndruar në betejë të brendshme elektorale. Duhet jetë saktësisht e kundërta. Duhet, do thotë, që gjithë investimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, i Qeverisë së Kosovës të bëhet në këtë drejtim, që të intensifikohen komunikimet diplomatike, që të fitohet beteja ndërkombëtare kundër Serbisë në forumet e rëndësishme diplomatike ndërkombëtare. Kjo është e rëndësishme. Dhe na çka ndodh në këtë situatë, dhe prap është dëshmu kjo, po çka ndodh? Ne jemi në një pozicion ku ne tash e humbim dialogun strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe paralelisht me të, kur FBI konstaton që segmentet e sigurisë së shtetit serb qëndrojnë mbrapa sulmit e fitojnë dialogun strategjik me SHBA. Dhe kjo nuk mjafton që të krijohen justifikime se SHBA po e bëjnë këtë me qëllim që të përfitojnë në kurriz të shtetit të Kosovës. Saktësisht është e kundërta. Është vetëm dështimi ynë diplomatik për të mos e kanalizuar, për të mos përfituar nga këto mundësi që po krijohen, nga këto mundësi që po ofrohen nga partnerët tanë ndërkombëtar. Sakt ka solli, është reflektim i bazuar, jo emocional, reflektim neutral mbi faktet që çojnë drejt një perspektive për konsolidimin më të fortë të shtetit të Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare. Si është një dialog nga solli se mund të vazhdoj. Nëse po godet direkt SHBA me partnerët e saj, një Serbi që është proksi Rusisë, edhe pse përpiqen ende ta shohin Serbinë në vatrën e
kombeve që kanë ambicie për Bashkimin Evropian, por në të njëjtin kohë po godasin, po e dekonstruktojnë gjithë rolin e saj, duke cënuar paqen dhe stabilitetin në rajon. Si e shihni një proces, po them, të dialogut Kosovë-Serbi? Nën klimen e nxjerrjes ndrit këtyre fakteve, po them që kanë peshë ndërkombëtare, sepse ne e kemi ditur nga fillimi që Serbia ka qenë, është dhe do të përpiqet ta vënë nën kërcënim të vazhdueshëm Republikën e Kosovës. Tash kjo është një temë sepse dinamikat e reja globale janë duke hapur e duke krijuar paqartësi shumë të mëdha. E frenojnë, po them, Serbinë. Ja, tash këto mbetet të shihet për shkak se ka edhe tema të tjera ndërkombëtare që duhet i marrim në ekuacion një farë mënyrë dhe që përbëjnë variabla shumë të rëndësishme edhe për këtë proces, nga se jemi në një situatë, pra po tham, ku dinamikat ndërkombëtare janë duke kriju paqartësi të mëdha. Ne kushdo që ka pasur rastin ta lexoj personalisht për Ciptazi, kam bërë një, s'po tham që jam fokusuar në mas të madhe, mirë po për Ciptazi kam bërë një lexim edhe strategjisë së re nacionale të sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aty vret qartë një lloj frustrimi dhe një lloj zemrimi e një lloj dëshpërimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi bashkimin, mbi modelin aktual të Bashkimit Evropian. Tash jemi në një situatë, do thotë, ku nuk ekziston më i njëjti model i unitetit transatlantik, i cili ka qenë vendimtar krahas unitetit të brendshëm, sepse pra po tham, dy janë modelet kryesore mbi cilën është ndërtuar procesi i shtetëndërtimit të Kosovës. Fillimisht në sfidat kryesore uniteti i brendshëm, kur subjektet politike kanë arritur që ti tejkalojnë ndasitë e tyre dhe në anën tjetër ka ekzistuar edhe uniteti transatlantik ndërmjet Washingtonit dhe Brukselit. Për ju një situatë dhe kjo është një situatë shumë e re. Dëgjoj, kjo është një situatë shumë e re. Unë ndëgjova edhe liderin e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamzën, i cili ishte duke përdorur gjuhë të tejkaluar politike dhe diplomatike sa i përket. Do thotë duke që dikush nuk e ka informuar që nuk ekziston me uniteti transatlantik, sepse ai pa me të njëjtin prizëm raportin Bruksel, po nuk ekziston ai, sepse presidenti Trump po e thotë që nuk ekziston ai raport. Madje i njëjti ka thënë para në doktrinën e re të strategjisë nacionale, tha brenda 10 viteve ato disa prej vendeve të BE-s mund të mos jenë më aleatët tonë, sepse janë të padobishëm që të jenë aleatë Shteteve të Bashkuara. S'po bën gjë, janë padobishëm që të jenë aleatë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që në këtë situatë bota po shkon drejt raporteve bilaterale. Drejt raporteve bilaterale bota po shkon dhe në këtë situatë për mua është fatkeqësi, pra po tham, se si është tejet indiferente skena politike e Kosovës në raport me këto dinamika që janë duke tepër të vështira, tepër të vështira, tepër komplekse, do thotë ka zhvendosje sizmike, tektonike, gjeopolitike në botë dhe ne duhet ta ta qartësojmë njëherë për gjithmonë interesin tonë strategjik. A do të vazhdojmë, do thotë, me çdo kusht, në çdo mënyrë, do thotë, në raport me detyrimet që i kemi ndaj Brukselit, apo mbasi ja vlen edhe të diskutohet, po tham që duhet të ndodhë kjo. Mirë po e lë si opcion hipotetik për shkak të rrethanave të reja që janë krijuar, që të kërkohet një lloj procesi paralel me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ata të jenë garantuesit final të një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës, siç kanë qenë gjithnjë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse më realisht Brukseli dhe Washingtoni nuk janë duke folur të njëjtën gjuhë. Në këtë drejtim do të ja vlen që të nuk kam këtu drejt për drejt një solucion. Një proces vështiri parashikues. Nuk kam këtu drejt për drejt një solucion adekuat edhe një instruksion se kështu vetëm duhet të veprohet. Mirë, po të paktën i bëj thirrje skenës politike që dal nga gjumi dogmatik në cilën ndodhet, e të mos e përdor një gjumë e cila tashmë është e tejkaluar në aspektin diplomatik dhe që të reflektojnë, unë jam i bindur pas diskutime të elitave politike në Gjermani, në Francë, në mas të madhe, duke diskutuar për fatin e shteteve tyre në raport me doktrinën e re të strategjisë nacionale. Strategji është ai dokument. Strategji sepse ajo është një dokument i cili instrukton mekanizmat kryesor të sigurisë diplomatike
diplomatik, anë kënd botës të shëbave se si duhet sillen dhe çfarë interesa duhet mbrojnë funksion të sigurisë së tyre nacionale. Dhe besoj ne nuk kemi parë dëgjoj. Ne nuk kemi parë asnjë lloj diskutimi të kësaj natyre sa i përket subjekteve tona politike në Kosovë nuk kemi parë asnjë lloj diskutimi të kësaj natyre. Merren me lagjet e tyre. Edhe basi jam i bindur që ndoshta se kanë lexuar, po as nuk e kanë lexuar fare që të reflektohet se si duhet të rikalibrohen, të riorientohen interesat strategjike të shtetit të Kosovës në raport me këto në raport me këtë doktrinë të re gjeopolitike amerikane. Ky hetim i ri i FBI-t bashkë që ndihmoi prokurorinë e Republikës Kosovës, edhe në këtë rast, edhe në rastin kur prokuroria ka ngrehur akuzë nga një grupi personash përfshirë krye terroristin Radojčić për përfshirjen në sulmin ndaj Kosovës. Në Banjës ka flet me 24 shtator 2023. Ky hetim dhe kjo. A do ta frenojnë Serbinë që ajo të mos e vënë nën kërcënim stabilitetin dhe projektin e Kosovës shtet? E kom fjalën edhe për veri. Edhe këto ditë kur po flasim, kryetarët në postat që kanë marrë të komuna në veri, po bëjnë grindje, po bëjnë telazhe, po zhvendosin simbolet, po bëjnë grindje me retorikë nacionaliste. Rrit duke njohur sjellje tradicionale të shtetit serb, unë dyshoj që Serbia vetvetiu do të korrigjohet. Do të ajo që vetvetiu do të këndellët, do të zgjohet një ditë nga gjumi, do të pendohet për bëmat e saj dhe do të bindet që sjellja korrekte në raport me gjitha vendet fshinje të saj është e ardhmja e saj dhe është e ardhmja e saj dhe e rajonit. Në këtë drejtim unë nuk pres që kjo të vi vetvetiu nga brenda nëse nuk ekziston një presion i jashtëm politik dhe diplomatik. Edhe në Republikën Serbe që kemi pasur rastin ta shohim ato ndryshime që ka ndodhur ai transferimi i pushtetit, nuk ka ardhur pse lideri i serbëve të Bosnjës Milorad Dodik një ditë u zgjua nga gjumi dhe tha se mjaft unë e mbajta pushtetin në këtë vend dhe nga sot duhet të tërhiqem nga jeta politike e institucionale në mënyrë që të ju jap hapësirë gjeneratave të reja në jetën politike që të hapen proceset, që çlirohen proceset demokratike. E njëjta gjë nuk do të ndodhë as në Serbi, që të frenohet Serbia do thot nevojitet një presion i jashtëm ndërkombëtar dhe në këtë drejtim pra po tham Kosova edhe për këtë arsye, edhe për këtë arsye. Nëse departamenti ka solli. Po. Byrot. Pa presionin e State Departamentit. Nëse State Departamentit, nëse Foreign Office i Britanisë Madhe, nëse Ministrat e Jashtëm të Bashkimit Evropian grejnë gishtin dhe fajsojnë direkt Vučićin. Nuk lejojmë që ju të cenoni gjithë arkitekturën e paqes dhe stabilitetit në Kosovë, të rënoni gjithë atë investim që kemi bërë ne dhe po bëjmë. Nëse drejtohen shigjetat direkt nga Vučić, po them, a mund të frenoj në një kohë mund të paksoj përpjekjet e Serbisë në veri, në një realitet ku nuk mund të jeton në ankthin e trazirave të ndryshme. Absolutisht, unë edhe në emisionin e fundit të kujtohet kam thënë, edhe në emisionin e fundit kam thënë që kjo është një sprovë e rëndësishme edhe për Bashkimin Evropian, që ta testoj veten sa serioz është në procesin e negociatave, sepse nëse Kosova është ndëshkuar me masa sankcionuese për arsye të cilat i kemi përmendur, mirë po tash nëse lista serbe tenton që me veprime obstruktive të nxis procese politike në dëm të shtetit të Kosovës, është e rëndësishme që Bashkimi Evropian ta dëshmojë veten me presion edhe mbi palën tjetër, sepse nuk mund të stabilizohet shteti i Kosovës si brenda ashtu edhe ndërkombëtarisht pa ndikuar që edhe ajo pjesë do thotë të veprojë konform normave ligjore të Republikës së Kosovës, që të merr fund një herë për gjithmonë edhe narracioni që ekziston tek ai komunitet që vetëm përkohësisht janë duke jetuar në shtetin e Kosovës, por se presin një ditë rikthimin e madh të Serbisë dhe për ripushtimin e Kosovës. Pra edhe do të thotë tu duhet një investim, tu duhet një presion i madh diplomatik edhe mbi Brukselin, që dyshoj që Brukseli do të ketë efekt duke marrë parasysh zhvillimet e fundit. Më tepër them që kjo mund vi nga Washingtoni dhe nga sepse siç kemi parë me nga Britania, siç kemi parë ndryshimet që kanë ndodhur, ndryshimet sado që formale mund të jenë që kanë ndodhur në Republikën Serbe, u bën të mundura vetëm nëse mban mend pas presionit të drejt për drejt të sekretarit amerikan të shtetit drejtuar Serbisë, i cila i tha që presim nga partnerët tonë rajonal që të sillen konform interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës së Veriut. Dhe në këtë drejtim, prapo kthehem jo për të akuzuar sepse s'po du ta krijoj atë përshtypje,
po për të kritikuar në mënyrë konstruktive, Kosova duhet përsëri ka jetike që ketë një koordinim shumë më intensiv me partnerët ndërkombëtar në mënyrë që ta shtoj këtë presion. Ky është leksioni. Mbi Serbinë e jo të grindet me ta në emrin e temave të panevojshme se ne jemi ata që shlirojmë veriun e tjera. Nëse shkojmë me këtë logjik vetëm mund ta agravohet situata e sigurisë dhe tensionet e veri dhe përsëri mund të jemi humbsna siç kemi qenë gjatë kësaj kohe. Të falenderoj Kasolli për të analizë. Ishte kënaqësi. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.